Përshëndetje të nderuar shikues dhe mirë se vini në edicionin e lajmeve të orës 15. Dështimi në krijimin e qeverisë së re ka futur vendin në një periudhë të re pasigurie politike. Pas më shumë se 200 ditësh nga certifikimi i rezultateve të zgjedhjeve të 9 shkurtit, mandatari për kryeministër Albin Kurti nuk arriti të sigurojë votat e nevojshme për qeverinë. Nga 112 deputet të pranishëm në sallë, 56 votuan pro, 52 kundër, ndërsa 4 abstenuan. Sipas kushtetutës, presidentja ka afat 10 ditë, por duhet të emëruar një mandatar të dytë, i cili duhet të sigurojë votat për formimin e qeverisë. Këshilltari për media i presidentës Vjosa Osmani, Bekim Kupina, tha se presidentja do të ftojë partitë politike për konsulta brenda afatit kushtetues. Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje Mefail Bajqinovci deklaroi se nuk do të ketë një propozim tjetër nga vetëvendosje për mandatar të qeverisë së re. Sipas tij, Albin Kurti është fituesi i zgjedhjeve dhe mandatari vetëm. Duke akuzuar partitë e tjera shqiptare që nuk e votuan formimin e qeverisë, Kurti 3. Ai tha se gjasat janë reale që vendi të shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme. Do t'i përgjigjen një ftesë nga presidentja për takim në tentim të krijimit të një shumice tjetër parlamentare, ku nuk përjashtohet mundësia edhe vetëvendosjet të propozojnë një kandidat tjetër. Ne kemi bërë çmos që ta bëjmë qeverinë. Fitues i zgjedhjeve të shkurtit të vitit 2025 është Albin Kurti dhe ne kemi drejtuar letër Lidhjes Demokratike të Kosovës për bashkëpunim 2 herë. Po ashtu i kemi drejtuar letër edhe nismës, partisë nismë të zotit Limaj, dhe e kemi pasur LDK-ja e ka mbyllur derën dhe nuk ka dashur as të bisedojë me neve. Ndërsa për qeveri tjetër ne nuk ka gjasa dhe nuk ka mundësi për shkak se dihet se mandatar është kryeministri Kurti dhe populli ka nominuar dhe më nuk ka pazare të tilla sikurse përpara me terminale doganore dhe me gjëra tjera të cilat vendoseshin njerëz të cilët ndoshta i kanë pasur nga 5 deputetë e 7 deputetë. Populli ka dhënë verdiktin, kryeministri Kurti është më i votuar i gjitha kohërave dhe i ka 48 deputet, së bashku me minoritetet jo serbe, ju e pa që i kemi rreth 56, por fatkeqësisht Lidhja Demokratike e Kosovës i mbylli dyrë dhe nuk deshi që as kuvendin ta konstituojë me mujtë të tërë së bashku me PDK-n, por edhe themelimin e zgjedhjes. Në takim është e domosdoshme që të shkoni apo s'është arsyeshme sipas juve te presidentja? Nuk e di, kë është herë të fritet sepse vendosin organet e partisë, por unë mendoj që gjasat për zgjedhje janë shumë reale dhe e thash edhe një herë, në vend që të punojnë për interesin e qytetarëve, opozita ka zgjedhur interesat e veta, pra ti maltretoj qytetarët, prap ti dërgojnë në zgjedhje dhe unë besoj që do ta marrin verdiktin, pra do ta marrin vendimin e merituar që mos bëjnë më hagare duke bllokuar kuvendet dhe qeverinë për muajt. Pamundësinë për krijimin e shumicës parlamentare për formimin e qeverisë së re, deputeti PDK-s Jakub Nura e ka quajtur pa aftësi dhe mungesë guximi nga kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti. Deputeti Nura thotë se Lëvizja Vetëvendosje duhet të shkojë në opozitë dhe të reflektojë për gabimet që ka bërë gjatë qeverisjes. Deputeti Nura tha se do t'i përgjigjen pozitivisht ftesës së presidentës për takim konsultativ, por sipas tij mungon një shumicë tjetër për formimin e qeverisë. Po, siç është pa deri me tani është edhe mungesa e gatishmërisë së tij për të krijuar institucionin ose institucionet e Republikës së Kosovës. A është e gatshme PDK-ja tash pas dështimit të Kurtit që të shkojë tek presidentja për takim në afatin kushtetues dhe ditor? Po, PDK-ja do t'i përgjigjet ftesës presidentes, edhe se mendoj që nuk jemi të interesuar që të marrim propozimin për mandatar apo diçka të tillë, për arsye se siç shihet nuk është edhe vullneti i Lidhjes Demokratike të Kosovës që të hyjë në një sistem
avantur derisa nuk e kemi të sigurt edhe do të mund të bëjmë edhe numrat për krijimin e qeverisë. Pra, kjo i bie që jemi më afër zgjedhjeve se sa krijimit të një shumice tjetër parlamentare. Pa dashjen time dhe mendoj edhe pa dashjen e Partisë Demokratike, si shihet zgjedhjet janë e vetmja rrugë dalje nga situata në cilën gjendemi, për arsye se shihet se fituesja e zgjedhjeve në këtë rast nuk ka pas gatishmëri dhe nuk ka pas guxim që të hyj marrëveshje ose kombinime me parti tjera. Në të ardhmen, preferoni një qeveri pa përfshirjen e vetëvendosjes? Po tash të e pas edhe ajo nuk ka pas një gatishmëri dhe një guxim për t'i kriju institucionet e shtetit, mendoj që atë vetëvendosjes nuk duhet t'i jepet mundësia për arsye se nuk deri me tani u pa që nuk ka aftësi, nuk ka guxim, nuk ka kuadër që t'i krijoj dhe t'a çoj Kosovën drejt rrugës e cila është një rrugë e gjatë drejt Bashkimit Evropian dhe prosperimit të këtij populli. Më vjen shumë keq që 4 vite apo 5 vite i ka hup populli jonë duke bërë një provë, duke e dhënë mundësinë një partie e cila thëmë të drejtën është kallëzu adoleshente apo e papjekur politikisht deri në këtë kohë. Është pa aftësi e tij, derisa i ka bukur shumë numra dhe ka fituar një përqindje të lartë, ai mendoj që ai është të jetë përgjegjës dhe të jetë i vetëdijshëm për obligimet që i ka ndaj popullit dhe ndaj votës të cilën e ka marrë. Ai faktikisht shihet që s'ka pas edhe atë ndjesin e besimit i cili ju ka dhënë. Kështu që e shëndetshme, mendoj shumë e shëndetshme do të ishte edhe për partinë e tij, për vetëvendosjen që të shkojë në opozitë dhe të reflektoj ato gabime që i ka bërë gjatë gjithë kësaj kohe në qeverisjen thuja 5 vjeçare. Falenderoj shumë zoti Nura. Me ndershofshi, faleminderit. Respekt, ditën e mirë. Deputeti LDK-s Krenar Gjaferi vlerëson se me dështimin e lëvizjes vetëvendosje për formimin e qeverisë, vendi po shkon drejt zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Në një përgjigje për RTV 21, deputeti Gjaferi tha se do ta respektojnë afatin kushtetues për konsulta tek presidentja për një shumicë tjetër parlamentare, por sipas tij partitë e ish opozitës nuk i ka numrat e nevojshëm. Po jemi në një situatë të rëndë politike në Kosovë, edhe pas sa muajsh ne nuk kemi qeveri të re, dje u dëshmua që nuk i ka numrat, edhe pse ka muaj të tërë që thonë që ta kalojmë kuvendin, por provojmë në pjesën e qeverisë. Opozita nuk ka numra, pra vendi po shkon drejt zgjedhjeve të reja, por logjikisht nuk do duhet të ndodhte një gjë e tillë pa zgjedhjen edhe të problemit të presidentës dhe problemeve të tjera që po ballafaqohemi ne. Unë kujtoj që vendit më së miri do të ishte propozimi i Lidhjes Demokratike, pra një qeveri tranzitore 8 mujore apo 1 vjeçare, do të shqetësojë skena politike dhe normalisht që pas saj mund të prodhoheshin zgjedhje të reja dhe krijohet një momentum krejt i ri politik. Në logjikën cilën ka ndjek zoti Kurti, unë kujtoj që Kosova prap do të futet në një krizë të re politike dhe normalisht që kjo krizë politike do të vazhdojë edhe vitin tjetër. Deputetja e PDK-s Ganimete Musliu i ka reaguar për lëvizjes vetëvendosje për krahasimin që kjo partia ka bërë PDK-s me listën serbe. Përmes një postimi në rrjetin social Facebook, Musliu ka thënë se gjuha e urrëties së lëvizjes vetëvendosje është e rrezikshme. Krahasimi që vetëvendosja i bën PDK-s me listën serbe është i ulët, i rrezikshëm, i pavërtet dhe thellësisht fyes
për vetë shtetin e Kosovës. Ta krahasosh PDK-n me ata që mohojnë Republikën është turp dhe mashtrim politik. Kjo gjuhë e urrejtjes nuk është politike, është dëshpërim. Ata që s'kanë rezultate kërkojnë armiq për t'i fshehur dështimet e veta. PDK është dhe do të mbetet shtylla e shtetit të Kosovës, ka shkruar Musliu. Tani kur vëmendja është kthyer ka presidentja për të mandatuar një kandidat tjetër për qeverin, njohësit e fushës interpretojnë mundësit që ofron kushtetuta në këtë situatë. Hulumtuesi në Institutin e Kosovës për Drejtësi, Melos Kolçi, thotë se bazuar në numrat në kuvend, formimi qeverisë së re është i pamundur nëse partitë politike nuk gjejnë një kompromis. Kolçi flet edhe për rrethanat e reja politike që mund të krijohen në rast se kushtetuesja e pranon si të bazuar ankesën e listës serbe, lidhur me konstituimin e kuvendit. Që të potencohet të bëhet e ditë të faktit që kufiri ose më mirë themi votat e nevojshme ose numrat e nevojshëm janë gjatë të një, numrat dhe vendet e ndara në kuvend janë të qarta dhe se kuptohet që pa një koalicion dhe pa një marrëveshje politike nuk ka shans që të formohet kuvend, që të formohet qeveria apo institucionet e reja. Kështu që subjektet politike duhet që të lënë anash inatet e partijave politike, duhet që të gjejë një kompromis me zvete mënyrë që të arrihet që të formohet qeveria, por është shumë e rëndësishme të dihet fakti që pa partitë mëdha është pak problematike që të krijohet shumica për arsye të vendeve të tyre të cilat i kanë. Mirë, po nëse veç as ato partitë tash nuk themi opozitare nuk arrin që ta formojnë apo nuk kanë vullnet politik për arsye që e dim deklaratat e tyre kanë qenë se nuk është që kanë vullnet që ta formojnë qeverinë, atëherë presidentja brenda 40 ditëve pas dështimit të formimit hipotetikisht të qeverisë nga mandatari i dytë, i cili do të propozohet nga presidentja, atëherë presidentja brenda 40 ditëve duhet që të shpall zërit. Fillimisht kemi pritur një masë të përkatshme, mirë po kjo masë realisht nuk ndodhi, mirë po mund të ndodhë prapë dita ditës, për arsye që gjykata mbështetuese mund të vendosë vetë dhe ka diskrecionin që të vendosë vetë. Kështu që është shumë e rëndësishme të dihet fakti që nëse veç gjykata kushtetuese çka do që vendos, ajo do t'i caktojë dhe do t'i përcaktojë me gjykim të gjitha çështjet të cilat duhet që të ndjekin ndaj institucioneve të tjera, qoftë kuvendi apo institucionet e tjera. Mirë, për një situatë të tillë do të ishte situatë mjaft problematike për shkak që do të na thënë mbrapa në kohë dhe se tim problemin e konstituimit të kuvendit se siç ka qenë. Kështu që tashmë veç e kemi kaluar atë problem, mirë po gjykata mbështetuese nëse konsideron që kuvendi nuk është konstituuar, atëherë patjetër që votimi duhet që të Deklaratës së kryetarit të lëvizjes vetëvendosje se me mos votimin e qeverisë së re do të mbetet pa mbikëqyrje qeveria në detyrë, i përgjigjet ish kryetari gjykatës së apelit. Ai ka vlerësuar se qeveri në detyrë tani më e mbikëqyr kuvendi Kosovës, pasi që ky institucion mund të konsiderohet i konstituar. Në detyrë kemi që nga non shkurti. Për shkak se atëherë i ka skaduar dhe mandati dhe këta duhet kryej detyrën që shumica sipas me shumica këtyre ministrave dhe kryeministri janë të marrë detyrën në mënyrë të kundërligjshme për shkak se ka marrë dy pozita. Një pozitë kanë si deputet dhe pozitën tjetër si kryeministër apo ministër në detyrë. Kush e mbikëqyr? I vetmi institucion që e mbikëqyr qeverinë është Kuvendi i Kosovës. Kështu që Kuvendi i Kosovës tani konsiderohet i konstituuar, por është edhe me pretendime ankimore për shkak se kundër vendimit të Kuvendit të Kosovës për emërimin e nënkryetarit nga komuniteti serb kanë ushtruar ankesë gjykatë kushtetuese dhe kështu që presim edhe një vendim të vërtetuar saktë. A kemi të konstituuar parlamentin apo jo? Unë sipas meje, nëse gjykata kushtetuese në mënyrë të ngurtë e shiqon vetëm dispozitën e neni 67 të Kushtetutës Kosovës, atëherë mund të konsiderohet se është e konstituuar parlamenti, nga se këtu nuk përcaktohet procedura si do të emërohet nënkryetari. Po aty taksavisht përcaktohet se duhet të zgjedhet nënkryetari nga komuniteti serb. Nëse
Gjykata kushtetuese do ta vlerëson rregulloren e Kuvendit Kosovës, nenin 12, paragrafi 6, aty është përcaktuar mënyra e zgjedhjes së nënkryetarit të Kuvendit Kosovës në mënyrë që ky propozim duhet të vijë nga komuniteti shumicë i pakicës serbe. Në rast konkret, tash kjo bën ndesh edhe me vendimin e gjykatës kushtetuese, ku e kemi vendimin e fundit, i cili ka përcaktuar sakt dispozitat si mund të zgjedhet nënkryetari nga komuniteti i pakicë serbe. Tash jetë në diskrecionin e gjykatës të vlerësoj se ka ndodhur që gjykata kushtetuese edhe pse ka shpallë një vendim të Kuvendit të kundërlishëm, nuk i ka shpallë të pavlefshme dhe veprimet. Tash varet ajo a do t'i shpallë veprimet nëse konstaton që ka shkelje dhe se e konsideron që Kuvendi nuk është i konstituar, atëherë duhet të vendos. A këto veprimet të cilat i ka ndërmarrë Kuvendi, atë janë kundër kushtetuese apo jo, atë kanë efekt negativ apo jo. Kështu që i mbetet në diskrecion gjykatës të vendos për veprimet e Kuvendit, a t'i shpallë nul apo jo. Presidentja Vjosa Osmani është pritur me nderime ushtarake në Arabinë Saudite. Ajo po qëndron në Riyadh me ftesë të princit të kurorës Arabisë Saudite, Muhammed bin Salman, ku do të merr pjesë në forumin për të ardhmen e investimeve. Ky forum, i njohur si një nga ngjarjet më prestigjioze globale për investime dhe inovacion, mbledh udhëheqës botror, drejtues të korporatave më të mëdha ndërkombëtare, investitorë dhe ekspertë të teknologjisë e politikave publike për të diskutuar idetë dhe strategjitë që do të formsojnë ekonominë dhe shoqëritë e së ardhmës, thuhet në njoftimin e presidencës. Libur Naliu është emëruar drejtor i portit të Durrësit. Lajmin e ka konfirmuar Ministrja e Arsimit në Shqipëri, Mirela Kumbaro, përmes një postimi në Facebook. Emërimin e tij Kumbaro e ka quajtur lajm të mirë. Për herë e kemi thënë se Durrësi është porta e përbashkët drejt Adriatikut si për Shqipërinë dhe Kosovën, prandaj nuk mund të kishte zgjedhje më të mirë për ta mishëruar këtë vizion e ndjesi, sesa Liburni, një adetar dhe funksionar i sprovuar publik, me të cilin si ish ministre mjedisit kam pasur marrëdhënie të shkëlqyera bashkëpunimi gjatë kohës kur edhe ai drejtonte sektorët e mjedisit dhe planifikimit hapësinor. Si ministër në Kosovë ka shkruar ajo në Facebook. Aliu ishte ministër i infrastrukturës në qeverinë e Kosovës, postën nga i cili dha dorëheqje pas emërimit të Dimalbashës në krye të Kuvendit të Kosovës. Prokurori i prokurorisë themelore në Prizren, Beq Shala, është arrestuar në ndyshimin për marrje rishfeti. Sipas njoftimit nga sistemi prokurorial i Kosovës, Shala është arrestuar në vendin e punës. Me urdhër të prokurorisë speciale të Republikës së Kosovës, hetuesit policor nga Drejtoria për hetimin e krimit të organizuar dhe krimeve të rënda në Policinë e Kosovës, në bashkëpunim me kryeprokurorin e prokurorisë themelore në Prizren, kanë arrestuar BSH në ndyshimin se ka kryer veprën penale marrje e rishfetit. I dyshuari BSH, prokuror në prokurorinë themelore të Prizrenit, është arrestuar në vendin e punës, thuhet në njoftim. Betimi për drejtësi ka shkruar se arrestimi Shalës ka ndodhur gjatë zhvillimit të një hulumtimi nga kjo media, që thuhet se posedon një video incizim të prokurorit duke pranuar rishfet. Ka dështuar seanca ndaj 3 të akuzuarve në rastin e sulmit terrorist në Banjsk, që ishte parapart të mbahet sot. Kjo për shkak se gjykata e Shkupit nuk ka pasur mundësi të realizimit të videokonferencës për dëgjimin e dëshmitarit të parapar. Në këtë seancë ishte parapart të dëshmoj Goran Tanevski, shtetasi i Maqedonisë së Veriut, i cili ishte në pushim me familjen e afërt të tij në hotelin Rajska Banja në Banjsk, kur pjesëmarrët e grupit të armatosur kryen sulmin terrorist. Duke u gjykuar për kryerje të veprës terroriste për sulmin, ku vra policia Afrim Bunjaku, janë 3 të akuzuarit, Blagoje Spasojević, Vladimir Tolić dhe Dušan Maksimović. Gjykata themelore në Prishtinë ka thënë se për caktimin e datës së radhës në këtë çështje penale,
Palët do të njoftohen paraprakisht përmes ftesave. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se sot ka filluar periudha e votimit jashtë Kosovës për votim me post në rundin e dytë të zgjedhjeve për kryetar të komunave. KQZ njofton se periudha e votimit 27 tetor, 8 nëntor do të vlejë vetëm për 29.712 shtetasit e Republikës së Kosovës që janë regjistruar me sukses si votues jashtë vendit gjatë afatit të përcaktuar për regjistrim 23 korrekt 29 gusht 2025. Këta votuesi takojnë komunave të cilat sipas rezultateve ende të pacertifikuara janë pjesë e rundit të dytë të zgjedhjeve për kryetar të komunave si Gjakov, Gjilan, Dragash, Kaçanik, Klin, Fush Kosovë, Mitrovice Jugut, Obiliq, Rahovec, Pej, Prishtin, Prizren, Suharek, Viti, Vushtre, Junik, Mamush dhe Klokot, thuhet në njoftim. KQZ thot se ka nisur procesin e votimit jashtë vendit para certifikimit të rezultateve për të shmangur vonesat në procesin zgjedhor dhe për të siguruar që çdo qytetar i regjistruar të ketë mundësinë të ushtrojë të drejtën e tij kushtetuese për të votuar në kohë. Qendra për raste gjyqësore strategjike ka dorëzuar në Gjykatën Supreme padi për shfuqizimin e udhëzimit administrativ për procedurat e lajmërimit të pensionistëve në çdo 6 muaj. Në njoftim thuhet se gjykatës i është kërkuar që në tërësi të shfuqizoj paragrafët 2, 3 dhe 4 të nenit 5 të udhëzimit administrativ. Përmes këtyre dispozitave thuhet se udhëzimi administrativ ka cënuar dhe vazhdon të cënoj potencialisht të drejtat të rreth 180.000 pensionistëve në Republikën e Kosovës. Ky cënim i të drejtave ka të bëjë me aplikimin e ndërprerjes së pagesës për pensionistët që nuk janë lajmëruar me kohë në zyrat rajonale të pensioneve e rrjedhimisht duke u amohuar edhe të drejtën për kompenzim retroaktiv të pagesave për periudhën kohore sa nuk është kryer procedura e lajmërimit. Një rregullim apo kufizim i tillë me akt në ligjor thuhet se cënon të drejtat dhe interesat e lidhshme të pensionistëve sepse, siç theksohet, kjo nuk është të parashikuar me ligj. Shikues të nderuar, për më shumë informacione klikoni në portalin tonë rtv21.tv. Mirupafshim.